kushtrim kanë shpresu minimum deri në ndoshta ka data 25 dikun ka data 20 nëntor, kur u mbajt seanca e fund, kanë shpresu që gjendet zgjidhje dhe vendi nuk shkon zgjedhje. Edhe po thoj se shumë pak është mendu që të dilet me diçka të re në raport me elektoratin tash me 28 dhjetor. Këtë çka shohim është një përsëritje ose modifikim i programeve që janë prezantuar në shkurt, sepse ato janë punu pak më gjatë. Pra është punu prej verës kalume dhe janë prezantu qytetarëve. Tash a mund quhet ajo kundër ofertë? Unë nuk e di. Ofertë 3 s'ka kurti. Bile s'ka pas as me non shkurt, s'dia më më diçka. S'ka pas tash ka, po se ka të. Domethënë po kjo është ajo, domethënë nuk ka asnjë subjekt politik. Handa insistoi se programi dallon i Partisë Demokratike të Kosovës, dallon. Po disa parametra dallon. Haradinaj ka qëndrime tjera në raport me ato çfarë ka pasur. Jo, se ka, te siguria mbetet aty. Jo, siguria po ka ofertë tjetër, ka ofertë tjetër. Ka ofertë tjetër, ka dhëna të reja. Abdigjiku po ashtu flet për diçka të re. Në një situatë. Konceptualisht nuk është re, kam pas ngamni. Edhe ujin, edhe energjin e ka pas Haradinaj edhe me nën shkurt. Viç prioriteti ka dhënë sigurisë këtu. Tash pje prioritet kësaj. Çaty kanë qenë bre koleg, çaty në konkret. Edhe uji, edhe energjia, këtë në konkret subjektet. Viç që kanë riprioritizuar në diçka tjetër, krahasimisht me nën shkurtin. Po se energjia tash po lidhet direkt edhe uji po lidhet direkt me sigurinë kombëtare. Tash problem tjetër, pastaj çështja e blerjes zyrime, se ky debat i bër atë vukun që vat mbjamnin. Hamovicin, domethënë këto janë çështje politike që partitë e nxjerrin në raport me. Edhe kjo është edhe Vuk Hamovicin, se e pyeta Albin Kurtin kur ishte këtu në studio. Vuk Hamovicin sipërfaqe ka nxjerrë vetë zoti Kurti. E ka ekspozuar para 5 viteve. Po e lidhi nëse energjia s'ka qenë to prioritet me nën shkurt pezon të AK-ja, tash është për këto arsye, pra janë veprime politike të partive që i vujnë në dimension programe që mund t'i quajnë si alternativë ose si kundër ofertë, për shkak se ka ndryshuar domethënë situata. Sot kushtrim e thash